Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Besoj që asnjëri prej neve nuk ka pa dikë i cili nuk ka pas nevojën për ndihmë apo për krahje apo mbështetje gjatë jetës së tij. Secili prej neve ka nevojë për ndonjë lloj përkrahje, për ndonjë mirësi ose mbështetje prej dikujt tjetër. S'ka njeri i cili ka jetuar gjatë viteve të tij të mos ketë pas nevojë për dikë i cili do t'ia shtrije dorën atij ose do t'i ndihmojë atij. S'ka dyshim që njeriu kur është vetë është i dobët, me tjerë është më i fortë. Kur është vetë është më i egër, është më i izolum, është i vetmuar. Kurse kur është me tjerë, pa dyshim që është më i butë, më i afërt edhe më i dashur. Pavarësisht a ka pasuri, pavarësisht a ka pozitë, personi i cili i ka gjitha këto, megjithatë ka nevojë për dikë i cili ia shtrin dorën, ose kujdeset për te, ose e këshillon, ose e mbron e kështu me radhë. Pavarësisht do thotë pozitës edhe pasurisë, edhe pse i posedon gjitha ato. Megjithatë ato nuk i bëjnë dobi nëse nuk e ka dikën i cili e këshillon, e mëson, e përkrah edhe i ndihmon. Kjo ndihmë mundet me qenë, ose përkrahje mundet me qenë materiale, po mundet me qenë edhe shpirtërore. Natyra e njeriut është e tillë që pranon, por nuk e pranon një gjë tjetër. Nuk e pranon personin i cili kur ja bën atij një të mirë, ja përfolat. Personi i cili kur ja shtrin dorën atij, megjithatë më vonë ia përmendat, mburret me veprimin e tij. Edhe kjo ndikon nganjëherë që ta ofendon shkaku i varfërisë, shkaku i nevojave të tij, shkaku i situatave, që të mburret para tij edhe ta përbuze për varfënin ose për nevojat, edhe për krahjen që e kërkon ai person. Natyra e njeriut e refuzon këtë gjë. Natyra e njeriut është që të ketë përkrahje, edhe do qetrin, edhe kur ja shtrin dorën, edhe është mirënjohës, mirë po refuzon që dikush kur i ndihmon atij t'ia përbuze ose t'ia përmende, edhe të mburret për atij me atë mirë që e ka bërë atij. Kurse në anën tjetër, njerëzit zakonisht i lavdrojnë persona që kur bëjnë mirë, nuk e përmendin atë. E harrojnë. E shef që punon mirë, e shef që bën mirë, është bamirës. Bën mirë, megjithatë e harron mirësinë e tij. Nuk e përmend. Sikurse mos e pas ekzistu fare ajo. Andaj thoshin disa prej të parëve tonë, thoshin që e mira ose më e mira prej bamirësive është ajo që nuk i paraprin vonesa dhe nuk shkon me të, ose nuk e pason përmendja ose mburja e qetrit që e ka bëu mirë. S'ka dyshim që ai personi i cili e përfol të mirën e tij kur ja bën njerëzve, nuk është veti e mirë, nuk është prej vetive të burnisë, nuk është virtyt i mirë, përkundrazi qortohet. Kjo aludon që personi nuk ka sinqeritet plot, dhe aludon që personi ka fllësi në zemrën e tij që veç Allahu e di, edhe më pas ajo del në shesh, paraqitet edhe shfaqet. Kjo është arsyeja sepse Allahu subhanahu e ndaloi përfoljen e bamirësisë. Edhe po ashtu pejgamberi Allahu subhanahu e ndaloi përfoljen e bamirësisë në disa prej haditheve të tij. Allahu subhanahu kur e përmendi në librin e tij çështjen e atij i cili merr shpërblim, për personin i cili e bën një bamirësi, për me arrit shpërblimin e tij, patjetër duhet me i pas dy cilësi, ose duhet me i pas dy kritere. Kriteri i parë, personi i cili e bën një të mirë mos ta përmendat. Dhe e dyta, mos ta ofendoje dikë për shkak bamirësisë që e ka bërë atij. Allahu subhanahu tha: "Alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Ata që shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugt të Allahut. Në rrugt të Allahut e përfshin çdo gjë që ka të bëjë me rrugën që çon deri tek Allahu subhanahu. Bamirësi, mirësi, gjitha përfshihen aty. Allahu tha ata që shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugt të Allahut. Thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. E më pasi që e bëjnë atë, ata nuk e përfolin atë, dhe nuk mburren para tjerëve me bamirësinë që e kanë bërë, dhe nuk e ofendojnë qetrin për shkak se unë ty ta kam bërë një të mirë, edhe pastaj ti je më i dobët se sa unë, edhe ke nevojë për mua dhe unë tash e kam drejtën që ty të cenoj, edhe të ofendoj, edhe të përbuzë edhe në nëshmoj. Tha Allahu, nëse ai
nuk i ka këto dy cilësi. Lehum ajruhum inda rabbihim. E ata do ta marrin shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala. Pikërisht ata. Dhe ata janë ata të cilët nuk ka frikë për ta dhe për ta nuk ka brengosje. E do thot nëse ti dëshiron një bamirësi tënde që shpërblet tek Allahu subhanahu wa taala dhe synon dhe shpreson sikurse secili prej neve i cili mundohet që nxjerrë diçka prej pasurisë së tij edhe më pas shpresojë shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Duhet patjetër me i pas parasysh këto dy kritere. Mburjen e tij që mos mburret me bamirësi që ka bërë. Dhe po ashtu përfoljen e tij dhe në veçanti ofendimin e tjetrit duke e përbus se unë ta kam bërë një të mirë dhe ti tash duhesh me qëndru para meje sikur se shërtori që qëndron para patronit të tij. Allahu xhel e përmendi që një fjalë e mirë që ja bën ti ose një fjalë e mirë që ja thua një lypsit është shumë më e mirë se sa një bamirësi që e bën kundrejt tij dhe e përfol dhe mburresh me para tij. Allahu xhel tha qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ta fjala e mirë që ja thua një lypsit dhe falja është më e mirë se sa përfolja që ti e bën kur ja jep dikujt ose kur i bën dikujt një të mirë. Wallahu ganiyun halim. Allah është pasaniku i cili nuk ka nevojë për askënd, është i pavarur dhe po ashtu Allahu është i butë. Allahu xhel po ashtu e përmendin Kur'an se personi i cili e përfol lëmoshën e tij, e përfol bamirësinë e tij, shpërblimi i tij prishet tek Allahu xhel. Allahu na sjellë një shembull shumë interesant. Dëgjoni këtë shembull, që ta kemi parasysh çdo herë. Allahu tha: "Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." O ju besimtar, mos i prishni lëmoshët tuaja me përfolje dhe me mburje. Mos i prishni ato me ofendimin e tjetrit për shkak se ti ja ke bën një të mirë atij. Dhe pastaj tha: "Kelladhi yunfiku malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ky është mballën sikur se ati i cili jep shpenzon shye faqe. Dhe ky person nuk i beson Allahu dhe ditës kiametit, sepse nuk mundet që të paramendot dikush i cili i beson Allahu dhe ditës kiametit, që ai person ta ketë një cilësi tillë, që të shkon edhe të qape sa për syje faqe, sa për njerëzit, që njerëzit ta shohin dhe t'i thonë atij që ti po shpenzon, sepse ai i cili i beson Allahu dhe ditës kiametit, pikërisht është përmend dita e kiametit. Sepse ditën e kiametit shpreson shpërblim prej Allahut dhe e di që veprën që e bën duhet që qetë për hir të Allahut dhe jo për hir dikujt tjetër. E tha Allahu, sikurse ai i cili i jep syje faqe dhe nuk i beson Allahut dhe ditës së kiametit. Fa mathaluhu ka mathali safwanin. Dëgjoni shembullin tash që Allahu që e sulli në Kur'an. Shembulli i tij është sikurse shembulli një guri që është i lëmuar. Guri i lëmuar e keni parasysh si duket. Edhe në tetha ka rër, dhe. Edhe kur gjendet dheu normalisht që një frymë me fry largohet. Ik dheu, bie, e tha Allahu xhel fa asabahu wabilun fatarakahu salda. At e prek një shi i rrëmbyeshëm i cili më pas e largon krejt dhe guri mbetet ashtu pa dhe, i gëdhendur, do të mbetet pa asgjë. Mbetet pa asgjë hiç. Kur gjonte, tha Allahu xhel, la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. E këta të cilët kanë shpenzu dhe kanë përfol lëmoshën e tyre, bamirësinë e tyre, pikërisht ata mbeten kështu, mbeten pa asgjë. Sikurse guri që ka mbet pa dheun, ashtu do të mbetet edhe personi i cili shpenzon dhe e përfol lëmoshën e tij. Dahaki rahimullah thoshte kush shpenzon për Allahun dhe shpenzimin e tij nuk e bën për Allahun azza wa jall. Po shpenzimi i tij është thjesht pa sinqeritet plot, për shkak se më pas e shkon edhe e përfol, ajo ja prish atij shpërblimin e tij dhe nuk mbetet asgjë. Dhe Allahu tha e solli pikërisht këtë shembull, me ta bë qartë me dije, me ta ilustru qartë që të mbetet mendjen tënde dhe mos dale prej saj. Sikurse një gur i cili është i lëmuar dhe në tet gjendet rër dhe pastaj preket prej shiu i cili kur bie shiu e prish, e largon në rërën që gjendet mbi atë, kështu është edhe shpërblimi i tij. Nuk ka shpërblim për te dhe nuk mbetet shpërblim për te. Ai mbetet duar bosh ditën e kiametit, edhe pse në dunjë ka pretenduar që është bamirës, bujar i cili ka shpenzu, mirë po më pas e ka përfol sadakan e tij dhe ka përfol çdo mirësi që e ka bë. Dhe plus asaj dhe ndoshta dhe ka ofendu qetërin i cili nuk ka posedu gjë, sepse ai e ka pa në vetveten e tij që është
meritor që të fole për te dhe ta përbuze qetrin për shkak se ja ka bën një të mirë. Pejgamberi Allahu azza wa jall na lajmëroi për dënimin që do ta morë personi i cili e përfol lëmoshin e tij. Dënimi i tij do qetë i rënd. Do shkim shumë i rënd ditën e Kiametit. Ebu Dherr thot radhiyallahu anhu që pejgamberi sa më tha, 3 personave Allahu nuk ju flet ditën e Kiametit. Allahu nuk ju flet. As që i shikon, as që i pastron nga gjunat, dhe ata do të kenë dënim dëmshëm. 3 persona janë pikërisht ata të cilët Allahu nuk i shikon. A dini çka do thotë nuk i shikon? Nuk i shikon me syrin e mëshirës. Ata nuk mëshirojnë. Ata do të dënojnë. Ata nuk pastrojnë për gjunave. Dhe atyre Allahu nuk ju flet, ti do që Allahu të folë. Dhe do që Allahu ti të arsjetosh për Allahu, për gabimet, për veprat e tua, me të thotë Allahu nuk flet. Kush janë ata 3? Kur i dëgjoi Ebu Dherr, tha khabu wa khasiru ya Rasulullah. Tha këta që kanë shkatrum, që kanë privum, me të vërtet privim shumë i madh. Kush janë ata? I pari tha besëm el mennan, ai cili e përfol bamirësinë e tij. Kjo është i pari. I dyti, ai cili i lëshon rrobat e tij nën ashtin e këmbës së tij. I treti është personi i cili e shet madhin e tij duke u betuar rreshëm në Allahun azza wa jall. Sepse nuk ka gjetë formë që të përmeshit madhin. E njerëzit besojnë në Allahun. Edhe njerëzit kur ja përmend Allahun dhe betosh në Allahun, rrallë kush nuk beson, për shkak se është shumë e rëndë që ti me dikush me të betu në Allahun dhe ti mos mi besu betimi ti. Sikur se rasti që e përmenda para disa ditëve, rastin e Isës a.s. Isa a.s. kur e ka po një person i cili ka vjedh, e ka po me sytë e ti, i ka thonë vjedhe, i ka thonë jo, pasha Allahun nuk vjedhe. Tha Isa i përgënjështrua sytë e mi dhe të besua ty. Shka mundësi dikush të betohet në Allahun edhe ti mos mi besuan. Për shkak se mu betu në Allahun është diçka kulmi i betimit, që më nuk ka asnjë lloj dyshimi. Pohohet ai betimi jot. E pohon, e vërteton, s'ka ndryshe si të komentohet ajo. E ti si musliman çka ban? Ti beson. E personi i cili e shet mallin e tij, e shet rreshëm duke u betuar në Allahun, ai do të jetë një prej tyre i cili do ta marrë këtë dënim. Po një prej tyre më kryesori është personi i cili e ka përfol, është mburr me lëmoshën e tij para tjetrit dhe e ka ofenduar dhe e ka përbush. E thoshin njerëzit e mençur, thoshin që personi i cili shpenzon dhe më pas e përfol, nuk ka veti burnie, ai ka veti kopraci. Për shkak se realisht ai nuk ka sinqeritet plot zemrën e tij. Dhe ai realisht e do pasurinë dhe nuk do për me bë mirë. Po synimi i tij është diçka tjetër, nuk është që të fitohet kënaqësia e Allahut azza wa jall. Andaj thonë, kur e dëgjon zërin e atij i cili përfol, është më e mira për dikët që të bëjë sabër në fukarallëk, edhe të bëjë sabër për një nevojë që ka ai nevojë, vetëm mos ta dëgjojë zërin e atij i cili në vazhdimsi e përfol, edhe në vazhdimsi do thotë e përbuz edhe mburret me të mirën që e ka bërë dikujt tjetër. Personi i cili e përfol, ose përfolja më mirë themi, përfolja e bamirësisë ose mirësive në përgjithësi, është e qortuar edhe fetarisht edhe moralisht. Unë do t'i përmend disa prej atyre qortimeve që ta shohim qartë, sa do pak të kemi kujdes, për shkak se mos na shkojnë poshtë gjithë ato të mira që mundojmë t'i bëjmë veçanërisht tash gjatë muajit Ramazanit. Çështja e parë që duhet me kuptu personi i cili shpenzon, është çështja që pasuria e tij nuk është pasuria e veçantë e tij, po pasuria e tij është pasuria e Allahut. Malli i tij që posedon nuk është mall i tij, pavarësisht që është angazhu, ka punu, tamam. Mirë, po megjithatë është mall i Allahut. E ti, kur Allahut ka dhënë diçka dhe ti atë që e jep më pas e përfol, kjo do thotë që ti e përfol një mall i cili nuk është yti poshtë Allahut. E si mund e dikush me u krenu dhe me mbur me mallin e dikujt tjetër që ti realisht nuk e ke, nuk është pronë e jotja. Që ka mundësi ti me mbur me pasurinë e dikujt tjetër që e jep. Bile, thonë dietarët që El Mennan është prej emrave të Allahut. El Mennan, dhurusi, bujari. Prej cilësive të Allahut është bujaria, është dhënja, është fisnikria. E kur ti i ja përveçon vetës këtë cilësi, atëre bie në konflikt kjo me kanë, ti e konteston realisht bie në konflikt
cilësia ose veprimi jot me cilësinë e Allahut azza wa jall. Sepse realisht pasuria është Allahut. Dhe Allah ka drejta me përmend dhënien e pasurisë së tij që jep robit të tij. Për shkak se Allahu është ai i cili e posedon dhe është pasuria e tij krejtësisht ekskluzive. Dhe Allah ka drejta dhe pse nuk e ka obligim për me dhënë Allahut jep dhe Allahu ta përmend. Dhe përmendja Allahut vjen për shkak se robit ja kujtoje dhuntin dhe mirësinë që Allah ja ka dhënë atij, me qëllim që robi më pas ta falenderojë Allahun azza wa jall. Ama robi nuk ka drejta që me pasurinë e tij që ja ka dhënë Allahu t'ia japet dikujt dhe më pas të mendojë që ai është meritori i asaj pasurie dhe ka drejta që t'ia përmendë dikujt tjetër. Në këtë formë ai bie konflikt me njërin prej cilësive që është cilësia e Allahut azza wa jall. Po ashtu Allahu që e përmend siç e përmend edhe më herët, Allahu thjesht neve na kujton se duhet të robi ta falenderojë Allahun azza wa jall për atë dhunti dhe mirësi që Allahu azza wa jall ja ka dhënë. Dhe përmendja e Allahut është thjesht kujtim për robin, kurse përmendja e robit që ja bën tjetrit dhe mburret me veprimin e tij është përbuzje, është nënçmim edhe është ofendim. Po ashtu përmendja e pasurisë e shkatron sevapin, siç e përmendë edhe më herët. Për shkak se personi i cili kur e jep, ai shpreson një të mirë, e shpreson një gjë e cila është e hajrit, është e mirë, apo megjithatë, pasi që e jep, e prish, e shkatron me përfoljen e tij dhe me mburjen e tij që e bën. Kjo është edhe arsyeja sepse ulemat e kanë përmend shkaku i paralajmërimit të madh i cili ka në Kur'an. Dhe po ashtu sunetin për shemb e kanë përmend që është mëkat prej mëkateve të mëdha. Po ashtu përmendja është shenjë e dobësimit sinqeritetit në zemrën e njeriut. Personi i cili e përmend, e përfol atë të cilën e ka bërë, kjo kallëzon do thotë që në zemrën e tij nuk ka sinqeritet plot, po sinqeriteti thjesht është i mangët, sepse ai dëshiron diçka tjetër jashtë fytyrës Allahut azza wa jall. Po ashtu zakonisht kur përfolet e mira, çdo herë turbullohet ajo e mirë. Edhe çdo herë humbet shkëlqimi asaj të mire, edhe në sytë e njerëzve. Prandaj thoshte Muhammed ibn Sirini kur e dëgjoi një njeri i cili i thoshte tjetrit që unë të kam bë mirë ty dhe unë të kam bë mirë ty, atëherë i thoshte ibn Sirini, i tha hesht, shuj, mos fol. Tha sepse nuk ka të mirë në një të mirë e cila është punu dhe më pas është përmend. Po ashtu përmendja, përfolja i prish zemrat, i ndon zemrat. Ashtu siç bamirësia i bashkon zemrat. Bamirësia, mirësia, puna e mirë i bashkon ato, apo i bashkon zemrat. Kurse përfolja, përmburja, ofendimi vetëse i prish zemrat edhe i shkatron ato. Andaj thoshin disa prej të parëve tonë, duart janë tri lloj, tri soje. E para është dora e bardhë. Dora e bardhë është dora e cila e fillon bamirësinë. Dora e gjelbërt e cila shpërblen për te, dhe dora e zezë është ajo e cila i përfol ato. E do thotë që përfolja është veti e keqe, nuk është veti e burnis, nuk është veti e njerëzve të lartë, veti e burrave të mirë, po është veti e koprazve, veti e atyre të cilat kanë zemrat e tyre smundje dhe kanë flisir, që veç Allah subhanahu e di se çfarë flisire është në zemrat e tyre. Dhe për fund, me lejnë Allah që mos bie besimtari në këtë grack, thjesht do t'i përmendi disa rregulla me lejnë Allah që t'i kemi parasysh para se ta bëjmë një të mirë ose një bamirësi. E para prej asajna është që bamirësi ta dihet që pasuria e tij është pasuria e Allahut, siç e përmend edhe më herët. Dhe për këtë pasuri që Allah subhanahu ta ka dhënë, patjetër duhet që të kompenzohet ose realisht duhet falënderim. E kemi për obligim që të falenderojmë. E falënderimi i Allahut azza wa jall nuk vjen ndryshe vetë duke shpenzuar atë që neve na ka urdhëruar Allahu azza wa jall. E Allahu azza wa jall për atë që ka shpenzuar, Allahu ka premtuar kambim që Allahu azza wa jall do t'ja kompenzojë atë. Edhe pse Allahu nuk e ka obligim. Megjithatë, Allahu ta ka dhënë mallin, Allahu të ka urdhëruar për me shpenzuar. Dhe Allahu ka thënë që nëse ti shpenzon, Allahu azza wa jall do ta kthejë atë. E si ka mundësi që dikush me pasurinë e tjetër kujt që të mburret edhe ta përfole atë. Allahu azza wa jall tha: "Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fi." Shpenzoni atë që Allahu juve u ka lënë trashëgimi. Dhe po ashtu tha Allahu azza wa jall: "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu."
Allahu ju që shpenzoni pasurinë u kompenzon, wa huwa khairur raziqin. Të s'ka dyshim që Allahu është ai i cili furnizon dhe është furnizuesi dhuruesi më i mirë. Po ashtu, për edebit, për etikës është që personi i cili e bën një të mirë ta harrojat. Ta harroj thjesht. Le të jetë një gjë e cila është punu, është vepru dhe është harru. Nëse personi e harron, është shumë e lehtë që mos të kujtohet. Edhe nëse dikush nuk falënderon, e harron. Megjithatë shpërblimi mbetet. Se ka për njerëzve të cilët zakonisht kur ju bën mirë nuk falënderojnë. Njeri është i tillë, neglizhent, nuk falënderon, nuk është mirënjohës. Edhe ti kur e shef që ai nuk falënderon, edhe nuk është mirënjohës, nganjëherë zemrosh. Edhe pikërisht këtu është e pika e dop kur zemrosh, atëherë çka bën? Kur zemrosh, atëherë shkon më një herë dhe ja përfol dhe thotë që unë të kam bën mirë, edhe ta kam kry këtë nevojë, edhe ta kam bën këtë edhe këtë. Megjithatë, muslimani duhet me pas parasysh çdo herë që çdo herë kur e bën një të mirë le të mbetet veç për Allahun dhe para s'kan tjetër. Mos të interesojë ç'është e njerëzve, a falëndëruan apo jo. Nëse ti jep edhe harron, atëherë me lenë Allah ke për me pa që ajo harresa jote ka qenë dhunti, ka qenë mirësi. Sepse më e ke praktis, ndoshta njerëzit e kanë kujtu, por realisht ti asnjëherë s'e ke përmend dhe nuk të ka shkuar ndërmend dhe kjo ka qenë shkaku që shpërblesh për atë bamirësi që e ke punu. Thoshte Abdullah ibn Xhafer ja shujti njëri një letër dhe pastaj kur e shkroi letrën e tij e mori e ngjiti për jastakun e tij. Dhe kur shkoi dhe e mori jastakun që shtrihet e pa që në tek kishte pas një letër. Dhe ky personi që ja shkroi atë letër kishte pas kërkuar prej tij një lloj ndihme dhe kur e lexoi Abdullah ibn Xhafer e mori dhe vendosi nën jastakun e tij i vendosi 500 dinar. Edhe më pas e thiri personin dhe i tha atij, i tha e mora e lakova jastakun dhe shiko se çfarë ka brenda dhe merat. Edhe ky person kur e pa kishin pasur 500 dinar brendas. Edhe çfarë tha, i recitoi disa vargje dhe tha zade ma'rufe ka indi aidamen. Tha bamirësia jote veç se u rrit në zemrën time. Ennehu indeke mejsurun haqir. Tha ti atë që e dhove tha e nënversove në aspektin asaj, as që të interesoj dhe e harrove. Të nasahu ka en lem të atihi wa hua inde nasi me shurun kebirun. Tha ti e bëre këtë vepër dhe harrove dhe nuk e përmende fare, po të njëzit ky veprim jot me gjithat është shumë i madh, është me vlerë, është me pesh. Prej edebi qëtër është njeri kur qape dikujt, kur t'jape diçka, ta kuptohet që ai është një person i cili e merr një të mirën tënde dhe nëpërmjet atij ti e përfiton bamirësinë dhe përfiton kënaqësinë Allahut të Zotin. Personi i cili ban mirë, ose bamirësi ose mirësia, ta kuptojmë një realitet shumë më rëndësi. Nëse unë ty ta t'jap diçka, ose t'jap sadaka, ti e ke po ne zakonisht kur japim, ne zakonisht gëzohemi edhe e ndjejmë veten që kemi bën mirë. Megjithatë, ai i cili na ka bën mirë, neve në këtë rast është pikërisht personi i cili e ka marrë. Se personi i cili i ka marrë ka qenë shkak që ti të shpërblesh tek Allahu Zogjel. Po mos kishte qenë ai, si kishe për me marrë? Si kishe për me fitu shpërblimin të Allahu? S'ka mundsi. Ai është realisht është një lloj postieri që të mirën tënde e merr. Që ai mirë të shkojë tek Allahu Zogjel, që të ngritet. Po mos t'ishte ai, ti s'kishe mundësi as për me bë mirë. Se ka mundësi me orë një kohë ku askush nuk ta pranon sadakon. Dhe askush nuk ta pranon zakatin tanë, se s'ka nevojë askush. E çka bën atëherë? Atëherë mbetesh i privuar prej bamirësisë. E personi i cili e merr, realisht nuk duhesh asnjëherë për me marr, për me shiku personin sikurse ai është i nevojshëm, se realisht ti je nevojtar. Nëse ti e shef që je i nevojshëm për të, atëherë do të shtohet modestia dhe do të largohet mendjemallësia. E nëse vepron kështu dhe çdo herë mendon kështu, me lenë Allahut asnjëherë nuk do ta përforsh bamirësinë tënde që jep tjetri. Sepse realisht ti je nevojtari, më i nevojshëm se ai. Ai është rrezku i tij dhe ty Allahut ka bën sebeb. Që do ju shpesh arti cili thot dikush po mirë, unë i kam ndihmuar atij, po Allahu ty të ka bën sebeb. Thot unë e kam ngrit filonin, se askush se ka një, po, ama ti ke qenë sebeb. Dhe Allahu të ka bën sebeb për të mirë, nuk të ka bën sebeb për të keq. E nëse Allahu të ka bën sebeb për të mirë, falëndero Allahun. Nëse Allahu të ka bën sebeb për sherr, kërko falje te Allahu Zogjel. Për shkak se ti realisht je sebeb. Rrezku është i ti. Vjen dikush as që nuk e njeh fiq fare.
Vjen edhe nëse ke nevojë të ndihmon, Allahu ta çel një derë që t'jas se ke paramendu asnjëherë kur. Aja ka qenë dera jote rroskët, me ty Allahu të ka sjellë që t'i ndihmosh në ta përkrashat. E prandaj kur e shef dhe bën mirë, falenderoj Allahun që ta ka mundsu për me bë mirë, se kjo ta shton modestin edhe ta largon me një mallësi. Po ashtu për etikës është që njeriu shpërblimin kur e jep siç e përmendë edhe marrët, le të jetë shpërblimi veç për Allahun, mos jetë shpërblimi për me prit shpërblimin e njerëzve. As mirënjohjen e tyre. Ka njerëz që janë mos mirënjohës, pavarësisht sa do që i bën mirë, ai nuk e vlerëson, nuk e di, edhe as që e paramendon. As që intereson, njeriu thjesht në emocionet e tij është i ftoftë, është i thotë. E prandaj mos e shpreso fytyrën e njerëzve, po shpresoj fytyrën e Allahut azza wa jall. Se ndoshta nëse ti pret falënderim, pikërisht ke mos provu me një person i cili nuk të falënderon. Edhe një prej rasteve, siç e përmendi do të marrat, një person i cili shkoi ja bëri një të mirë, një tjetrit dhe nuk e falënderoi, edhe ai tha personi tha, po pse nuk më falënderove tha? Personi çfarë i tha? Tha ti tha kur e ke dhënë tha nuk e ke pas niyetin, nuk e qeni sinqert për Allahun azza wa jall. Ke pas mangësi, prandaj Allahu sprovoi me një person i cili nuk e falëndron veprimin tan. Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam thoshte që baba im më thoshte nëse jep dikujt, nëse jep, edhe pastaj i vështirësohet atij selami yt, tha mos i bën mirë. Për shkak se ai mendon që për shkak se të ka bën mirë, ti tash duhesh me qëndru atina sikur si me qenë shërptor. Dhe shef që shton sjelljen e mirë ndaj teje dhe këtë, atëherë tha i vështirësohet selami. Prandaj mos e përkrah, mos i ndihmo atij, mos sa vështirëso. Ajo që ti duhesh thjesht që duhesh me bë, është krejtësisht është thjesht që për Allahun. Mos për njerëzve mirënjohje. Veçanti kur keni zënka dhe keni mosmarrëveshje. Personat të cilat zakonisht del në shesh, del në pa kur për mesja jote, bujaria jote, zemërgjansia jote, kur del atëherë kur ke problem me dikë, nuk ja përmend ato të mira që ja ke bën. Se zakonisht njerëzit kur ta përmendin të mirën, kur e kanë një mospajtim me teje, kur kanë kundërshtim diçka me ty, dhe nuk pajtohen me ty, më njëherë nxjerr shesh, edhe thot po në ty të kam bën mirë, dhe unë ty të kam ndihmu, dhe në ty të kam përkrah, dhe ty ta kam bë atë, edhe në fund do thot çka bën? E prish krejt atë edhe për fol. Andaj nuk duhet përmeron këtë kurth. Edhe njeriu pavarësisht asaj nëse çka bën dhe pavarësisht asaj njerëzit e falenderojnë, nuk duhet për me qenë ai i cili e pret një mirënjohje për dikujt tjetër. Pavarësisht asaj, unë e kam bërë mirë dhe pres pe Allahut problem. Nëse pret mirënjohje, atëherë mirënjohje do thot automatikisht vetiu i sjell gjitha ato tjera. Nëse pret për dikujt me falënderu, nëse pret për dikujt me thon Allahu shpërblet, nëse pret për dikujt me bë dua për ty, nëse pret që më shumë me t'i dhon drejtat e tua, atëherë dije që këto shumë lehtë do të përfshihen te përfolja dhe te mburrja. Ti je për Allahun, të mbetet për Allahun. Andaj, ti ruajmë sadakat tona, ti ruajmë lëmoshat e tona, ti ruajmë bamirësitë tona nga mburrja, mos mburremi, mos ti përfolim, mos ti ofendojmë qert me gjitha ato që ja kemi bërë të mirë, për shkak se njerëzit nuk e meritojnë, se edhe qert kanë autoritetin e tyre, kanë dinjitetin e tyre, duan ta ruajnë fytyrën e tyre, dhe nuk ka nevojë që ta përbuzim askën, përkundrazi duhet që t'i ngrisim, të jemi kraj tyre, sepse nëse Allahu na ka dhënë, ajo është mirësi dhënë ti prej Allahut, dhe jona është që ne ta falenderojmë Allahun duke dhënë dhe duke ja mbuluar qetrit marrën ose fytyrën, mos ta privojmë edhe mos ta përbuzim para tjerëve siç veprojnë disa, të cilët patjetër duhet dikush për me dal me falënderu dikan, sepse e ka bërë mirë, kjo padyshim që është vetë mirë, nuk është si e burrave me virtyte të larta. Lutë Allahun që mos e bën prej tyre, dhe lutë Allahun që na bën prej atyre të cilët vazhdimsi na mundson që të bëjmë sadaka ose të qapim sadaka, të jemi bamirësa dhe mos të përfolimi, mos të mburrimi me to, dhe ajo më e rënda mos të ofendojmë tjerë për shkak se u kemi ndihmu, kemi përkrah, përkundrazi qemi bujar, qemi fisnik, zemërxhan, dhe me atë ta shpresojmë fytyrën e Allahut, elos Allah që na bën prej tyre, qul qouli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.